Në 2 vite qeveria pritet të shpenzojë rreth 6 miliard lek për rritjen e sigurisë kibernetike deri në vitin 2027. Investimet do të prekin 11 institucione të lidhura drejt për drejt me digitalizimin apo dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Shifrat janë publikuar në strategjinë e publikuar në konsultim publik, ndërsa masa do të ndërmerren në 5 fusha, ku mbrojtja e infrastrukturës digjitale përbën politikën kryesore. Mëtej masat cilësojnë me mbrojtje në online të qytetarëve dhe nxitjen e kulturës kibernetike, kjo edhe përmes sensibilizimit, forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar, mbrojtja ndaj kërcënimeve hibride dhe nxitja e inovacionit dhe kërkimit shkencor. Duket se me këtë të fundit edhe Shqipëria do të përfshihet në sfida për të shfrytzuar risit nga zhvillimi i shpejtë i teknologjisë, por edhe shfrytëzimi i potencialit ekonomik që mund të çlirohet nga kërkimi shkencor në këtë fushë. Megjithatë, mbrojtja nga sulmet kibernetike është kthyer tashmë në një sfidë ndërkombëtare. Vetëm rreth një vit më parë, Shqipëria ishte prej e sulmeve të forta të hakerave, ku fal bashkëpunimit me Microsoft dhe ekspertëve të FBI-s, u arrit të minimizoheshin pasojat e mëtej të merreshin masa për të mos lejuar sulme të tjera. Strategjia e paraqitur tashmë në këtë fushë detajon investimet në sektor, por edhe qëllimi për këto shpenzime.